t'i tregojmë botës që ne nuk e kem kaluar thjesht një luftë, por ne kem kaluar një luftë që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në memorje tona. Ju kisha thënë që pa tjetër do të marrë me tregu, pa tjetër. E kemi obligim moral, e kemi. Ky tregim i mbetet gjeneratave që vinë, nuk harrohet në çka kemi përjetu. Nëse unë si person me nevojat veçanta, e kam guximin të tregoj përjetimet e mia gjatë luftës. Edhe kisha dashur që gjithë personat që kanë përjetu luftën në Kosovë, nuk është marrë me tregu tregimin për luftë, për arsye se ne kem përjetu atë histori. Edhe ajo histori nuk fshihet nga memorjet tona. Edhe që t'i tregojmë botës që ne nuk e kem kaluar thjesht një luftë, por ne kem kaluar një luftë që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në memorjet tona. Edhe që dikur në një të ardhme të afërt, shteti që na ka okupuar t'i paguaj gjitha dëmet që ka bërë shteti shqiptar. Unë ju kisha thënë më ardhë me tregu. Madje du t'mju falenderu, ju që na nxitni me na sjelltu me fol. Se tani shumica dhe kanë harru, domethënë jo që kanë harru, po kanë fillu jetën, se kjo jeta shumë e shpejt, domethënë sa gjana dhe pi harron. Du t'mju falenderu juve si gazetar, që akoma domethënë na nxitni me fol, domethënë edhe ju kisha thënë që pa tjetër do të marrë me tregu, pa tjetër. E kemi obligim moral, e kemi. E kemi obligim. I bëj thirrje gjithë secilit ta tregoj tregimin e tij për ditën e spastrimit etnik në Prishtinë, sepse ky tregim i mbetet gjeneratave që vinë, nuk harrohet në çka kemi përjetu, si mbamendësi që t'jemi të përgatitur gjithmonë e çdo herë, por më shumti si mirënjohje e vlerë ndaj dëshmorëve e gjithë martirëve të vendit tonë që e dhanë më të fundmen jetën e tyre cilën ne sot ne e gëzojmë në liri.